Sot në mëngjes në rrugën e Elbasanit, trafiku u bllokua sepse makinat e policisë me fenelina ishin të angazhuara në hapjen e rrugës për një zyrtar të lartë që nuk kishte as nerva dhe as kohë të pristën trafiksin e të tjerët. Nuk e kuptova mirë se kush ishte ky zyrtar, ministër apo kryeministër, se tani mbajnë të gjithë xhamaxhi sepse nuk duan që t'i shohim me sy. Por vetëm pak ditë më parë, një atentat mafios në aeroportin Nën Tereza tronditi gjithë vendin. Në makinë, bashkë me shënjesën e atentatit, ndodhi edhe një agent i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, institucion që duhet kontrolloj policët e korruptuar të lidhur me krimin. Tashmë krimi në Shqipëri nuk është më fenomen, por është strukturë. Ne nuk kemi banda të vogla që luftojnë për territor, por mafje të organizuar, me hierarki, me financa, aq sa buxheti një shteti, dhe me ndikim deri në nivelet më të larta të administratës. Pjesë e madhe e punojësit policisë nuk janë thjesht të korruptuar, por pjesë e tyre janë antar aktiv të familjeve mafioze, duke u ngjitur deri në nivelet më të larta të hierarkisë. Dhe kjo nuk është krizë kalimtar, është shkatërrimi i shtetit ligjor. Ndërkohë që qeveria hesht dhe Ministria e Brendshme, në vend që të ngrejë alarmin të ndërmarrë aksion kombëtar kundër grupeve mafioze që kanë depërtuar në çdo qelisë të policisë, ka shpallur aksion kombëtar kundër monopatinave. Në këtë vend, ku kemi zgjedhur të jetojmë dhe të rrisim fëmijët tanë, qytetarët ndjehen çdo ditë më të pambrojtur, më të braktisur. Nga njëra anë krimi nis me të fortin e rrugicës e mbaron me trafikantin e tonelatave drogë, dhe nga ana tjetër qeveria që na vije dhe na rrjep me arrogancë e kanë futur qytetarin shqiptar në një darë që po i zë çdo ditë më shumë fryma. Shqipëria është në emergjencë dhe ka nevojë për një dorë të hekur, jo për një diktator, por për ngritjen e një sistemi vlerash të përbërë nga njerëz guzimtar që nuk i trëmben mafjes, madje ndjekin atë hap pas hapi, duke forcuar dorën e ligjit dhe duke prerë lidhjet e tyre me majet më të larta të pushtetit. Prandaj sot, në këtë situatë kaq të zymt ku numërimi i turistëve shkon paralel me numërimin e kufomave, pyetja është një dhe e vetme. Me një ministër rendi të dënuar nga gjykata, me disa ministra në burg, disa të tjerë në hetim, dhe një rekord krimi të denjë për Republikat e Bananeve, jam kurioz të di, a ka akoma qytetar që presin apo ëndrojnë që rendi të vendoset e krimi të luftohet nga kjo qeveri, nga ky kryeministër? Sepse vetmja detyrë që policia e shtetit nën këtë qeveri arrin të bëjë është që të hapë rrugën për ministrat, kryeministrat. Dhe vetmi sukses është bllokimi i rrugës për ne të tjerët.